Aktori i njohur Yul Deda ka reaguar së fundmi në rrjetet sociale pas deklaratave emocionale të Bes Kallakut, të bëra në podcastin e Grida Dumës. Në një postim në Instastory, Yul Deda shprehet se fjalët e Besit janë për ata që nuk e njohin vërtet, ndërsa njerëzit që e kanë pasur pranë, sipas tij, nuk kanë nevojë për shpjegime. Përtej punës, karrierës dhe publikut, Bes Kallaku është një nga djemtë me zemër më të bardhë që kam njohur në jetë. Nëse ka mundësi të bëj për ty diçka të vogël, ai bën maksimumin, shkruan Deda, krahas videos së podcastit ku Bes Kallaku ishte i ftuar. Reagimi i Yul Dedës vjen në një moment kur Bes Kallaku po komentohet gjerësisht për anën e tij më të ndjeshme dhe reflektuese, duke treguar se pas humorit që e ka shoqëruar për vite me radhë, fshihet një njeri me vlera të forta dhe zemër të madhe. Po ju, si mendoni për reagimin e Yul Dedës? A tregon kjo deklarat një anë tjetër të Bes Kallakut, larg humorit që jemi mësuar të shohim prej vitesh? Na tregoni mendimin tuaj në komente. Mos harroni të bëni like, subscribe dhe të aktivizoni njoftimet për lajme të reja nga showbizi shqiptar.